Elbasani synon të forcoj profilin e tij turistik, ndaj së fundmi janë ndërmarrë iniciativa konkrete në zona turistike të Gjinarit dhe Funarit, sipas drejtorit të turizmit në Bashkinë e Elbasanit Artur Guni. Paralelisht po punohet për evidentimin dhe promovimin e potencialeve në të gjitha njësitë administrative, me synimin për t'i kthyer ato në destinacione të qëndrueshme. Në Bashkinë e Elbasan ka pasur disa investime për sa i përket infrastrukturës së turizmit, dhe këtë mund të përmend si në Gjinar dhe Funar. Të kjo e fundit, neve sapo kemi marrë edhe kemi fituar një projekt tjetër të dytë për zhvillimin e zonës së Funarit, e cila patjetër që do japi frutet e veta mbas edhe brenda këtij viti, dhe normal që Funari ne e shohim si një nga potencialet më të mëdha të reja turistike për Bashkinë e Elbasan. Një ndër projektet më të rëndësishme mbetet rivitalizimi i Kalas së Elbasanit. Për këtë projekt pritet të zhvillohet dëgjesa e parë publike në muajin prill, ndërsa synimi është që kjo pasuri historike të kthehet në një pikë tërheqëse për vizitorët dhe të risëndjeshëm fluksin turistik. Pastaj mos harrojmë dhe Kalan, e cila rivitalizimi i saj patjetër që do të sjellë një, po ta themi boom, por në fakt ashtu do të jetë turistik për Elbasanin, sepse kalaja jonë është kala në radhë parë është shumë e bukur, pozicionin e ka të tillë, ka një pozicion, është kalaja më e madhe fushore në Ballkan, dhe brenda saj janë asetet të mëdha si për nga pjesa e objekteve historike, por njëkohësisht edhe e kulturës dhe trashëgimisën kulturore. Në fokus mbetet edhe trashëgimia kulturore. Pas përfundimit të rikonstruksionit të muzeut etnografik vitin e kaluar, puna po vjon në disa objekte të tjera. Por njëkohësisht po punojmë në disa muze, dhe një nga këto është dhe Muzeu i Arsimit, i cilin brenda këtij viti ne do ta vëmë në funksion. Që është Muzeu i Arsimit dhe kemi shtëpinë ku ka lindur Konstantin Kristoforidhi, në plan është Galeria e Arteve, janë disa objekte në fakt që do i shtohen pjesës Kalas në vetvete, po edhe normalisht dhe gjithë bashkisë Elbasanit. Autoritetet theksojnë se zhvillimi i qëndrueshëm i turizmit nuk mund të arrihet pa bashkëpunimin me bizneset dhe aktorët lokal, duke synuar një ofertë të plotë dhe konkurruese për vizitorët.